Në historinë e njerëzimit ekzistojnë disa mistere që vazhdojnë të sfidojnë shkencën edhe sot. Një prej tyre lidhet me origjinën e gjuhëve dhe me civilizimet e para që ndërtuan botën që njohim sot. Por çfarë do të ndodhte nëse një prej këtyre mistereve do të lidhej pikërisht me gjuhën shqipe? Çfarë nëse hieroglifet egjiptiane, një nga sistemet më të vjetra të shkrimit në botë, do të kishin lidhje me një gjuhë që flitet ende sot në Ballkan? Dhe çfarë nëse vetë thoti, perëndia e dijes dhe shkrimit në Egjiptin e lashtë, sipas disa studiuesve mund të ketë folur në një formë shumë të hershme të shqipes? Kjo është një teori që për shumë njerëz duket e pabesueshme, por për një studiues italian, kjo u bë një kërkim që zgjati pothuajse gjithë jetën. Para se të vazhdoj me këtë histori të pazakontë, nëse ju pëlqejnë temat që zbulojnë mistere të historisë dhe teori që sfidojnë versionet zyrtare, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanalin ton. Kjo na ndihmon të vazhdojmë të sjellim histori të tilla që shpesh nuk tregohen në librat klasik të historisë. Giuseppe Catapano është një filolog nga Roma që kaloi më shumë se 40 vite duke studiuar gjuhët e lashta, mitologjinë, hieroglifet egjiptiane dhe lidhjet e mundshme mes civilizimeve të para të njerëzimit. Ai nuk u mjaftua vetëm me analizën e teksteve të njohura, por u përpoq të gjente lidhje mes simbolikës, fjalëve dhe kuptimeve që kishin mbijetuar në gjuhë moderne. Pas dekadash studimi, ai arriti në një përfundim që për shumë kënd tingëllonte tronditës. Sipas tij, gjuha shqipe ruan struktura shumë të vjetra nga se besohet zakonisht dhe mund të jetë një nga çelësat për të kuptuar disa nga sistemet më të hershme të shkrimit në botë. Por këtu lind një pyetje shumë e madhe. A mundet vërtet një gjuhë e sotme të ruajë gjurmë të civilizimeve mijëra vite më të vjetra? Sepse nëse kjo do të ishte e vërtet, atëherë historia e gjuhëve mund të duhet të rishkruhet nga fillimi. Sipas Catapanos, hieroglifet egjiptiane nuk janë vetëm simbole misterioze apo figura dekorative. Ai argumenton se ato funksiononin sipas një sistemi fonetik, ku çdo simbol përfaqësonte tingullin e parë të një fjale që përshkruante objektin ose konceptin në fjalë. Deri këtu kjo nuk është e pazakontë, sepse dihet se një pjesë e hieroglifeve kanë vlera fonetike. Por pjesa më radikale e teorisë së tij është se fjalët bazë që krijonin këtë sistem lidhen me gjuhën shqipe. Ai pretendon se shumë emra, koncepte dhe simbole të Egjiptit të lashtë mund të shpjegohen përmes rënjeve të shqipes dhe të gjuhës arbëreshe. Por nëse kjo është e vërtetë, atëherë kush i krijoi hieroglifet? Në mitologjinë egjiptiane thoti ishte figura që simbolizonte dijen absolute. Ai konsiderohej shpikësi i shkrimit, themeluesi i matematikës, astronomisë dhe i shumë shkencave që më vonë u zhvilluan në civilizime të tjera. Shpesh ai përshkruhej si një qenie hyjnore me kokë ibisi që regjistronte fatin e njerëzve dhe mbante librin e dijes. Por sipas Catapanos, pas kësaj figure mitologjike mund të fshihet një realitet shumë më kompleks. Ai sugjeronte se thoti përfaqësonte një traditë shumë të lashtë të dijes që lidhej me popujt të veriut, të cilët ai i identifikonte me ilirët. Dhe këtu teoria bëhet edhe më e guximshme. Sipas tij, thoti mund të ketë përdorur një gjuhë që lidhet drejt për drejt me shqipen. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë një pjesë e historisë së Egjiptit mund të lidhet me Ballkanin shumë më herët se sa mendohet. Edhe në studimet moderne të gjuhësisë, shqipja konsiderohet si një rast shumë interesant. Ajo është një degë në vete e familjes indo-evropiane dhe nuk lidhet drejt për drejt me asnjë nga gjuhët e tjera të mëdha të Evropës. Kjo do të thotë se rënjet e saj janë shumë të thella dhe shumë të vjetra.
Disa studiues kanë theksuar se shqipja ruan forma arkaike që janë zhdukur në gjuhë të tjera. Kjo nuk do të thotë se ajo është më e vjetra në botë, por tregon se historia e saj është shumë komplekse. Por Katapano shkon edhe më tej. Ai beson se shumë koncepte të qytetërimeve të lashta mund të shpjegohen përmes fjalëve shqipe. Një nga shembuj që ai përmend është fjala Zot, të cilën ai e konsideron një formë shumë të lashtë që lidhet me autoritetin hyjnor dhe sundimin. Një tjetër është fjala Udh, që sipas tij lidhet me ligjin, rregullin dhe drejtësinë, koncepte që në shumë civilizime të lashta kishin kuptime të ngjashme. Ai gjithashtu përmend interpretime simbolike për figura si Sfinksi, duke sugjeruar se kuptimi i emrit të tij mund të lidhet me shprehjen shqipe Sflet gjë, duke e lidhur kështu me rolin e tij si rojtar i misterit. Natyrisht, këto janë interpretime që nuk pranohen nga shumica e studiuesve, por ato tregojnë mënyrën se si ai përpiqej të ndërtonte teorinë e tij. Por pjesa më interesante e teorisë së tij nuk lidhet vetëm me gjuhën, ajo lidhet me origjinën e vet civilizimit. Sipas Katapanos, gjurmët e popujve ilir mund të gjenden në shumë rajone të botës së lashtë, duke përfshirë Egjiptin, Mesopotaminë, Palestinën dhe Anadollin. Ai argumenton se migrimet e hershme të popujve mund të kenë përhapur jo vetëm kulturën dhe besimet, por edhe elemente të gjuhës. Në këtë mënyrë ai përpiqej të shpjegonte pse disa simbole dhe koncepte të lashta mund të kenë ngjashmëri me fjalë që ekzistojnë ende në shqip. Por kjo ide hap një debat shumë të madh, sepse nëse migrimet të tilla do të kishin ndodhur në atë shkallë, atëherë historia e popujve të lashtë do të dukej shumë ndryshe nga ajo që mësojmë sot. Dhe pikërisht këtu fillon përplasja mes teorisë dhe shkencës moderne. Shumica e historianëve dhe gjuhëtarëve nuk e pranojnë këtë teori për disa arsye të rëndësishme. Studimet moderne mbi gjuhët e lashta, arkeologjinë dhe historinë e Egjiptit nuk tregojnë prova të drejtpërdrejta që shqipja të ketë qenë baza e hieroglifeve. Gjithashtu, periudha prej 12.000 vitesh është shumë më e hershme se shfaqja e civilizimit egjiptian të njohur nga historia. Megjithatë, edhe pse teoria mbetet e diskutueshme, ajo ka tërhequr vëmendjen sepse ngre pyetje interesante mbi mënyrën se si gjuhët evoluojnë dhe ruajnë elemente të së kaluarës. Historia e njerëzimit është plot me zbulime që dikur dukeshin të pamundura. Shpesh duhen dekada apo edhe shekuj që disa ide të verifikohen ose të hidhen poshtë përfundimisht. A është teoria e Katapanos një interpretim i guximshëm apo një rrugë që mund të çojë në zbulime të reja? Kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e sigurt, gjuha shqipe vazhdon të jetë një nga enigmat më interesante të historisë së gjuhëve në Evropë. Tani dua të di mendimin tuaj. A mendoni se këto teori kanë ndonjë bazë historike apo janë thjesht interpretime romantike të së kaluarës? Shkruani mendimin tuaj në komente, sepse ndonjëherë pyetjet më të mëdha janë ato që na çojnë drejt zbulimeve më të mëdha. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.